Europa ka mundësi për të korrigjuar një padrejtësi historike, tha kryeministri Mickovski, duke apeluar që të votohet raporti për Maqedoninë në Parlamentin Evropian me tekstin që ka përgatitur raportuesi Thomas Vajc. Për Mickovskin është diçka e pritur ajo që një eurodeputet bullgar ka dorëzuar amendament duke kërkuar që para fjalëve identiteti dhe gjuha maqedonase të vendoset fjala i tashëm. Тоа е суштината. Создавање на нова сегашна македонска нација која што почива на основите на бугарската нација. Тоа е суштината позади се тоа. Нема врска неколку стотини наши сограѓани во преамбулата. Тоа е само пред завесата. Позади завесата ова е суштината. Kryeministri kritikoi pushtetin paraprak që e pranoi propozimin francez. Секој оној кој не верува во ова, или е политичка аналфабета, или свесно сака да ги манипулира граѓаните. Raportuesi Vajc kohë më parë në një intervistë sqaroi se pse ka vendosur të përmend gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Macedonian identity has been questioned, not just by Bulgarian neighbors, but on an earlier stage also by your Greek neighbors. It is needed to mention this. And Vajc pret që shumica e eurodeputetëve ta përkrahin, siç thot ai, raportin konstruktiv, duke shtuar se në të shkuarën se ndryshimet kushtetuese janë hap drejt vazhdimit të rrugës europiane. Debati mbi raportin pritet të fillojë të mërkurën.